Sot kam një gëzim të veçantë që t'ju prezantoj me një roman të jashtëzakonshëm, një roman nga ata me të cilët ndihesh mirë, një kryevepër të letërsisë italiane, por dhe të gjithë letërsisë botërore do thoja, dhe ajo është Natalia Ginzburg me fjalor familjar, që më së fundmi vjen në shqip pas një mungese shumë të gjatë. Është një roman që po themi lexuesit e vërtet e kanë lexuar sepse është një detyrim leximi. Është një roman që flet në fakt për fjalët, dhe titulli flet shumë në fakt në këtë roman. Janë fjalët që përdoren brenda një familje, ato fjalë që duket sikur i kupton vetëm ata antar që i përdorin me njëri tjetrin, janë fjalë të bukura, fjalë dashurie, fjalë dhimbjeje, edhe komunikim, në fakt komunikimi që nga njëra anë të ngjall emocione shumë të veçanta, nga ana tjetër duket sikur nuk i kupton. Por në fakt kur fillon dhe udhton në faqet e këtij romani, duket sikur bën pjesë në këtë familje. Dhe në fakt është një histori, të duket madje her pas here kalon e haron faktin që ky është dhe një roman autobiografik, sepse është shkruar si një letërsi, po në fakt është një letërsi e madhe. Dhe në fakt është historia e Natalia Ginzburg, e rritur në këtë familje shumë të madhe, janë 5 fëmijë, është nëna dhe babai, të cilët janë secili personazhe të veçanta, por që nuk janë përshkruar nga Natalia Ginzburg si personazhe, pra nuk janë përshkruar me fjalët e saj, por me fjalët që ata thonë. Ndaj përmes këtij fjalori familjar, ti arrin të kuptosh jo vetëm historinë e kësaj familje të jashtëzakonshme, në fakt është familja Levi, e cila është vendosur në Torino në fund të viteve 30. Është një familje, pra Natalia Ginzburg ishte gjysëm hebreje dhe gjysëm italiane, në fakt ajo e thot dhe në libër. Unë e mësova që isha hebreje vetëm kur nisi lufta e dytë botërore, sepse unë isha ndjerë gjithmonë italiane, e thot në këtë libër, por në këtë libër ka shumë fjalë zemre, fjalë të jashtëzakonshme, dhe ka dhe shumë humor ky libër. Duket që është prandaj në fakt është shikoj si një nga librat më të rëndësishëm të Natalia Ginzburg, dhe personazhi kryesor në fakt këtu është edhe një kopertinë, është një pikturë e Cazoratit, i cili është një piktor i shquar italian, shumë i njohur, që ishte mik i kësaj familje. Në fakt në këtë familje ishin figurat më të shquara të epokës, të asaj epoke, dhe personazhi më i bukur, le të themi sa i bukur ashtu, aq edhe që të bën që edhe të mërzit her pas here, është babai, por që në gjithë atë pjesën rreptësinë e vet, apo në mënyrën se si ai reagon përmes këtyre fjalëve, është një personazh i cili të bën dhe shumë shpesh të qeshësh. Dhe ky është një moment i bukur se si babai i Natalis atakon çdo person të mundshëm që ka diçka për thënë për çdo kënd, gjithsesi. Për t'i mat, një aktor, e sidomos një aktor komik që shtrembronte turin në skenë, që t'i bënte njerëzit të qeshnin, do t'ishte patjetër njëri i dyshimt. Po i kujtonte se vllai, Cezari, gjithë jetën ishte shoqëruar me aktor, madje dhe ishte martuar me aktore. E po, s'mund të ishin njerëz të dyshimt të gjithë ata ku shkonte i vllai, sido që kur dilin në skenë visheshin si njerëz të tjerë, ngjyenin flokët e mustaqe. Po Molieri, thoshte i me më, as ishte aktor dhe Molieri, mos do thuash se edhe për të se ishte njëri i dyshimt? Ah, Molieri, thoshte i mat, që Molierin e vlerësonte jashtëmase. Molieri ha buk veç, Cezari shkret ishte apasionuar pas Molierit. Po pse Petronini me Molierin do ma krahasosh ti? U lërinte së fundmi. Me një nga ato të qeshurat bubulluese që rrokullisnin mbi Petrolinin për buzë më të madhe. Zakonisht në teatr shkonin me më Paola dhe Marioja, dhe shkonin zakonisht me ternët, që edhe kur s'kishin bileta për vende nderi si për Petrolinin, kishin gjithnjë një lozhë më vete dhe i ftonin. Kështu që i mat thoshte dot, s'dua t'i hidhni kot parat në përshfaqje. Përkundrazi, është edhe me sy të mirë që i me ta kalonte mbrëmjen me Merin. Megjithatë, s'rrinte pa i thonë si me. Mbete duke dalë, mbete duke bërë qef, e mua më lo vetëm. Kjo është një pjesë, por dialogje të tilla, të jashtëzakonshme, në këtë libër të mrekullueshëm që vërtet e thashë në fillim të bën të ndihesh mirë, i keni me shumicë. Ndaj mos e lini, nëse nuk e keni lexuar Fjalor familjar, për kthyer mjeshtrisht nga Dominika Omari.